Rezultatet e provimit të matematikës për maturën shtetërore 2025 janë publikuar këtë të njëjtë dhe statistika tregojnë se numri i maturantëve ekselent është më i vogël se një vit më parë. Këtë vit kanë marrë notën 10 166 maturantë, ndërsa vjet janë vlerësuar me këtë notë 242 të rinj. Provimin e kanë dhënë gjithsej 25824 maturantë, ndërsa 673 prej tyre kanë mbetur. Një vit më parë, kjo shifër ka rezultuar më e lartë me 701 maturant mbetës. Kalueshmëria këtë vit përkthehet në 97.39%, ndërsa nota mesatare për provimin e matematikës këtë vit është 6.47. Sipas portalit studentor, pjesa më e madhe e maturantëve janë vlerësuar me notën nga 5 deri në 5.99. Këto vlerësime i kanë marrë 6721 maturant, 5075 maturant të tjerë janë vlerësuar me notën nga 6 deri në 6.99, ndërsa 3784 maturant janë vlerësuar me notat 7 deri në 7.99.